veprumi vendor tek basketbollistët vendor? Po, unë menoj që këtu ka shumë faktorë cilët e lidhin njëri tjetrin edhe del ky problem. Jo që menoj që në vazhdimsi nëse nuk ndërmirret diçka, ka me qenë problem shumë i madh për basketbollin e Kosovës. Çfarë duhet më bëj që të marrë çfarë problemi? Sipas teje, kuptohet. E para unë menoj që duhet licencimi i shkollave të basketbollit edhe përgatitja e kritereve se çka duhet me pas një shkollë basketbollit për me punu si shkollë. Edukimi i trajnerëve normal, unë menoj që është seni kryesor, por në momentin është edukimi i trajnerëve. Edhe tjetra është masovizimi i klubeve që me kontribuën gjenerata të reja jo veç në ekipin senior. Një studim para të ditë, një shok që jeton në një shtet Ballkanit këtu, e ka bu që Liga e basketbollit Kosovës është më e shtrejtë se Liga e Maqedonisë, Liga e Malit Zi, Liga e Bosnjës, a kur vjen, do të thonë më e shtrejtë për ka kualiteti, ato e kanë kualitetin më të mirë, luajnë basketbollin më të mirë edhe i kanë kombëtar përfaqësuesit e tyre i kanë më të mira. Kështu që çka na duhet neve është me rrit kualitetin e jo çmimet. Se çmimet janë ka rritën tepër në basketbollin e Kosovës, mirë po kualiteti është rrallë tepërshëm. Si në basketbollin vendor, po ashtu edhe lojtarët e huaj që po vinë, nuk janë për ka çmimet, i kanë çmime shumë të larta, mirë po për ka kualiteti që po tregojnë në fushë, lë për të dëshiruar. E kush duhet ta ndalojnë gjë të tillë? Do të jenë vetë klubet që mos ofrojnë paga të tilla, apo këtë ndonjë vendim nga federata, çish mund të ndaluj sosane që mos më ardë deri tek ajo që po thotë. Po sipas me është një proces i cili ndoshta duhet mas pari të filloj për klubeve, edhe të klubet ashtu ta krijojnë të krijojnë një farloj mentaliteti që le ta dinë që nëse vazhdojnë kësi mënyre veç kanë me pas shpenzime ma shumë edhe nuk kanë me pas atë suksesin cilin e dëshirojnë. Edhe tjetra normal pres që edhe federata e basketbollit me kriju ligje edhe rregulla me cila ndoshta komendimu basketbollin, edhe pse federata e basketbollit është të jep maksimumin. Në funditës klubet votojnë për ka sa lojtar të dojnë mi pas, do të thonë nuk është vendimi federatës. Çdo herë federata është idhëtar dhe ka dëshirë që mu përkrah basketbollist vendor, edhe është vërejt ajo, mirë po në fund do të gjithçka me fillu prej klubeve. A do duhet që pikërisht ky numri i basketbollistëve të huaj të ulet në për klube? A është edhe këtu ndoshta ky Chelsea kësaj zgjidhje? Apo nuk është gjithçka problemi me basketbollistët e huaj? Por mendoj që nuk është problemi me basketbollist e huaj, është problemi çfarë basketbollist huaj po vinë. Për shembull, në klubet e Kosovës deri tash është veç një lojtar i cili më thonë e meriton me qenë pjesë e ligës tonë me kualitetin që e ka që me i mësu dhe lojtar të ri. Është me Albashiç i Prishtinës. E tregon kualitetin. Mos të harrojmë edhe lojtarët e huaj Trepshës, për momentin fatkeqësisht nuk po më kujtohet emri i tij. Mirë po është një lojtar i cili me të vërtetë është të kriju